Letër kushtuar gruas. Gruaja ime, që të jesh në zemrën time dhe të më shtohet dashuria ndaj teje, ruaja Allahun dhe frigoju atij. Je në dijeni se ai të mbikëqyr dhe nënshtroju vetëm se atij. Më respekto dhe bëhu krahu im, e jo armiku im. Mos polemizo me mua kur jam nervoz. Shikoj të mirat e mia dhe mos e tepro në përmendjen e të këqijave të mia. Mos dil nga shtëpia pa lejen time dhe mos e fut brenda përveç se atij që unë dua. Ruaj fshehtësitë e mia dhe mbuloj të metat e mia. Kujdesu për bukurinë tënde dhe kujdesu për pastërtinë e shtëpisë tënde. Edukoj fëmijët me besim e moral të mirë dhe mos të preokupojnë fëmijët e çështjet e shtëpisë nga unë. Edhe unë kam nevojë për ty, si ata. Respektoje familjen time, sillu mirë me prindrit e mi. Ji më e afërt me ta dhe mbuloj të metat dhe gabimet e tyre. Kërkoj nga Allahu të ndihmoj në realizimin e të gjitha këtyre kërkesave. Edhe unë duhet të përkujdesem për personalitetin tënd dhe për nevojat e tua. Duhet të mos jem i ashpër dhe i keq ndaj teje. Rikujto se me respektin që ma bën, të llogaritet adhurim tek Allahu dhe kërkoj kënaqësinë e Allahut duke më kënaqur mua.